Logjik sepse tashma të duhet ishin vetëdijsuar, është momenti i fundit. Këta nuk mund të kalkulojnë me këta lider politik, të cilët kanë dështuar në kalkulimet e tyre politike, në hapat e tyre taktik dhe strategjik, në vendimet e tyre të gabuara strategjike. Vitin e kaluar dhe ato deklaratat në me asken, as pozit as opozit, e tjera. Ose këtat e tjerët që thoshin që po, shkojmë takime, mandej thoshin, shkojmë takime, dërgojmë emrat të caktuar, po se u tërgojmë emrat e kështu më radhë, ose këtat vetëvendosës që njerë thoshin kandidat jo politik dhe jo partijak duhet ketë dhe konsensuar dhe ne e votojmë, ndërkohë që shkunë ma në fond dhe propozun dy kandidat partijak, ma në fond nuk patën sukses edhe me një kandidat të shoqërisë civile edhe aty dështuan dhe praktikisht dhe faktikisht dështuan të gjithë, pozit. Kjo tashma nuk lejohet, sepse votusi ju ka tërguar, i ka bojkotuar, i ka sabotuar, janë 200.000 vota që kanë shkaktuar një tërmet politik. Tërmet politik, ju lutem, andeni çka do të thonë këto 200.000 vota? 37.000, 40